Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahu xhaleshanhu qoftë mbi ju. Ramazani është muaj i Kuranit. Në fakt, Ramazani është një muaj ripërtëritje në morale, në ndjenja, në sjellje. Por më rëndësishmja është një ripërtëritje, një rifreskim që besimtari bën me Kuranin, me leximin, me memorizimin e tij dhe me rrugët që duhet t'i afrohemi t'i qasim më shumë. Për të folur më shumë rreth Kuranit, rreth hafizlikut, hifzit, mbrojtjes apo ruajtjes së Kuranit, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës Hafizin e nderuar Imamin Enes Hyka. Hafiz, mirë se vini dhe faleminderit për kohën. Mirë se ju gjeta dhe ju falenderoj gjithashtu për ftesën në këtë program të mrekullueshëm. Atëherë, më njëherë do doja ta nisja me pyetjen e parë, lidhjen e ngushtë që Kurani ka me Ramazanin apo Ramazani ka me Kuranin. Si është kjo lidhje dhe si duhet ta kuptojmë ne atë? Po. Fillimisht, siç dihet, Kurani famullar u zbrit në muajin e bekuar të Ramazanit. Si shkak mund të themi që është zgjedhja e Zotit fillimisht, sepse zgjedhjen e muajve, zgjedhjen e ndodhive, zgjedhjen e adhurimeve etj. E bën krijuesi, pra si thuhet në Kuranin famullar, Zoti yt krijon dhe zgjedh. Pra kohën e zgjedh Zoti, por ne mund të flasim pak për urtësitë e lidhjes zbritjes së Kuranit me muajin e bekuar të Ramazanit. Kurani është një libër udhëzimi që bart mesazhe të jashtëzakonshme për qenien njerëzore, është një libër me mesazh universal dhe që qenia njerëzore t'i përfith këto mesazhe duhet që të jetë në atë nivelin e duhur shpirtëror. Dhe siç dihet, agjërimi është një nga adhurimet që e ka lidh, mund themi, egon njerëzore, pra duke i minimizuar kërkesat e saj. Transmetohet në librat e tasawufit një diskutim midis nefsit, egos dhe Zotit, ku Zoti e pyet egon nefsin, kush jam unë? Dhe ego e përgjigjet, unë jam unë, ti e ti. Dhe Zoti e hedh në zjarrin e xhehenemit 1000 vite. Më pas del përsëri e pyet, përsërit njëjtën përgjigje. Dhe hedh përsëri në zjarrin e xhehenemit. Herën e tretë kur e pyet, i thot kush jam unë, ti e ti, unë jam unë, dhe Zoti e lë 40 ditë pa ngrënë. Pra i aplikon agjërimin mbi të, dhe më pas kur e pyet pas agjërimit thot që ti je Zoti i gjithësisë, kurse unë jam një krijesë e jotja e ulët. Pra normalisht kjo është një transmetim që transmetohet në librat e tasawufit, por ne duhet të fokusohemi te kuptimi. Dhe nga aspekti praktik është vënë re se agjërimi si adhurim i minimizon kërkesat e egos dhe e disiplinon atë. Duke qenë se egoja disiplinohet me agjërimin, bëhet edhe më e përshtatshme për qenien njerëzore që të përfith kuptimet e Kuranit, dhe kjo ishte edhe për profetin Muhammed a.s. që është një themi qenja më e lartë, krijesa më e lartë, më e zgjedhur, ishte profet, por në të njëjtën kohë ishte edhe njeri. Kështu që ai kishte ato kërkesat materiale dhe Allahu xhaleshanuhu, domethënë, e përshtati shpalljen e Kuranit me gjendjen shpirtërore të tij. Gjithashtu edhe në hadithe të tjera ne e dim pra atë klimën, atmosferën shpirtërore të Ramazanit ku thuhet se shejtanët lidhen, pra djajt lidhen. Ne nuk e shikojmë diçka të tillë sepse kjo ka të bëjë me botën e fshehtë, por i ndjejmë efektet e saj. Pra ne jemi më të prirur për të lexuar Kur'an, për të bërë adhurime në muajin e bekuar të Ramazanit, edhe pra mund themi që kjo klimë shpirtërore dhe edukimi i egos e i nefsit janë të lidhura, pra janë disa nga urtësitë e zbritjes së Kur'anit në muajin e bekuar të Ramazanit. Hafiz, si duhet jetë raporti i besimtarit në raport me leximin, por gjithashtu edhe me kuptimin apo meditimin mbi ajetet e Kuranit? Sigurisht që leximi ka një vlerë të caktuar, por që për ne që nuk jemi arabisht folës, pra çfarë raporti duhet ndërtojmë apo çfarë ekuilibri duhet kemi? Fillimisht duhet ta dimë se leximi formal bart atë vlerën e tij, nuk është themi pa shpërblim. Pra çdo shkronjë e Kuranit bart vlerët e Zotit. Leximi i çdo shkronje të Kuranit, edhe pa e kuptuar, bart 10 shpërblime, siç e thot edhe profeti alayhis salam në një hadith të tij. Pra kush lexon një nga shkronjat e Kuranit, bart 10 shpërblime. Dhe këto pra janë gradë shpirtërore. Ndoshta njeriu nuk i shikon to efektet, sepse qenia njerëzore duke qenë se pra është e kufizuar dhe fokusohet më tepër te fruti material, frutet shpirtërore ndoshta nuk i
percepton me njëherë, por ajo është një ngritje shpirtërore. Dhe njeriu kur lexon Kur'an, edhe pa e kuptuar, ngrihet nga ana shpirtërore. Por në të njëjtën kohë duhet theksuar se Kur'ani nuk është zbritur, pra nuk i ka ardhur njerëzimit, nuk është shpallur thjesht për t'u lexuar formalisht. Është edhe aspekti kuptimor, sepse Kur'ani është një mesazh universal, i dërguar pra, i shpallur për të gjithë njerëzimin, nga koha e profetit Muhammed a.s. deri në fundin e njerëzimit. Kjo do thotë që mesazhet që barten në pra nivelet kuptimore që fshihen në versetet e tij, u janë shpallur, mund themi, janë për gjitha epokat e historisë së njerëzimit. Dhe për çdo epokë ka shtresa kuptimore, nivele kuptimore. Dhe çdo njeri në bazë të leximit të Kur'anit dhe fokusimit, thellimit në kuptimet e tij, mund nxjerr margaritar dhe kuptime të ndryshme nga Kur'ani famëlar. Në kohën e sotme, për ata që nuk flasin arabisht, që nuk e dinë gjuhën arabe, apo edhe që nuk e lexojnë dot Kur'anin arabisht, në ndihmë na vijnë domethënë përkthimet ose komentimet e Kur'anit. Edhe në kohrat e shkuara, mund themi që Kur'ani është një libër 600 faqe, pra i klasifikuar, pra ka 20 pjesë xhuze, çdo xhuz ka 30 faqe, afërsisht 603-606 faqe. Nga ky libër, pra mbi Kur'anin janë shkruar komentime të ndryshme, të cilat domethënë janë shkruar për të nxjerrë kuptimet dhe margaritaret që fshihen pas verseteve të tij. Dhe janë shkruar tefsira, komentime të Kur'anit voluminoze, 20-30 vëllime. Dhe dietarë të tillë pse i kanë shkruar këto? Për të nxjerrur kuptimet që fshihen pra tek mesazhi hyjnor universal i Kur'anit famëlar. Dhe në ditët e sotme ne kemi përkthime të ndryshme të Kur'anit në gjuhën shqipe, kemi edhe komentime të përkthyera. Dhe një besimtar i cili është i vetëdijshëm për mesazhin universal të Kur'anit dhe duke qenë dhe besimtar i fesë islame, nuk e ka të vështirë që të ulet dhe të lexojë përkthimet e Kur'anit dhe komentimet e tij, duke u fokusuar në kuptimet e tij të jashtëzakonshme. Sigurisht çdo kush mund të ketë atë fushën e vet, ku është i interesuar, për shembull dikush mund të jetë i interesuar për aspektet shkencore të Kur'anit. Dhe aty do të gjej shumë gjëra, shumë aspekte, shumë mesazhe. Dikush mund të jetë i fokusuar pas aspektit historik të Kur'anit, pra si e shikon popujt e kaluar Kur'anit, çfarë mesazhesh na jep neve, pra si shoqëri, duke krahasuar me atë çfarë u ka ndodhur popujve të mëparshëm. Dikush mund të fokusohet tek aspektet morale të Kur'anit e tjerë, pra gjithë secili duhet që ta lexoj Kur'anin në këtë formë. Hafiz, ju cekët një numër, pra një shifër që Kur'ani përbëhet rreth 600 faqe, diçka më shumë. Ju jeni Hafiz. Do doja pak të na shpjegoni çfarë do thot Hafiz në termin, qoftë në kuptimin terminologjik, por edhe në atë praktik, dhe cilat janë disa shpërblime për hafizlikun, pra që edhe na përmendin apo na tregojnë që mund të jenë një mënyrë nxitse për gjithë besimtarët. Fillimisht Hafiz do të thonë vjen nga folja hafadha, që do thotë të ruash, të jesh i ruajtës i Kur'anit. Pra në kuptimin terminologjik është mësimi përmendësh, memorizimi i të gjitha verseteve të Kur'anit, të gjitha themi shkronjave, pikave, ndalesave të tjera, rregullave të leximit, dhe ruajtja pra e këtyre verseteve në memorien e njeriut. Është një përgjegjësi shumë e madhe, gjithashtu është edhe një dhuratë e madhe e krijuesit, çështja e ruajtjes së Kur'anit. Vërtet Zoti xhaleshanuhu është betuar në Kur'anin famëlar, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet padyshim ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë, do ta ruajmë atë. Nëse do t'i qasemi pak nga gjuha arabe në këtë ajet, do të shikojmë shumë përforcuesa. Dhe këto përforcuesa na tregojnë pra atë betimin, themi atë kuptimin e qartë se Zoti do ta ruajë Kur'anin deri në fundin e botës. Dhe Kur'ani famëlar na është transmetuar neve brez pas brez nga profeti Muhammed a.s. të shokët e tij, të ndjekësit, e deri në ditët e sotme dhe në gjithë botën ka qindra mijëra, miliona, ndoshta edhe tek milioni mund të shkojnë, hafiz që e mësojnë Kur'anin përmendësh. Zoti vetë e ka bërë
këtë libër të thjesht për të memorizuar, dhe kjo shprehet në Kur'anin famëlar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. Ne kemi lehtësuar Kur'anin për të lexuar, për të recituar, edhe për ata që nuk besojnë mund themi, sepse dikush mund thotë ora ti sjell argumente nga Kur'ani, po për shembull ti je ateist. Kjo është faktuar. Pra ne kemi hafiz në gjithë botën, dhe që provohen ta lexojnë Kur'anin përmendësh, ti mund t'i testosh edhe ata e lexojnë përmendësh, dhe mund themi që është nga veçoritë, themi një aspekt i mrekullisë së Kur'anit, memorizimi i tij përmendësh shpejt dhe lehtësisht. Ndoshta ne nuk mund gjejmë ndonjë libër tjetër në sipërfaqen e tokës në historinë e njerëzimit që të memorizohet siç memorizohet Kur'ani. Pra edhe librat e poezive të ndryshme, pra nuk memorizohen ashtu siç memorizohet Kur'ani, por sigurisht ajo ka, domethënë, edhe atë aspektin e përsëritjes që duhet përsëritur, pra, por aspekti i memorizimit të shpejt është një veçori e Kur'anit famëlar. Dhe e rëndësishme për besimtarin është që ta synoj, sido që tjetë, pra kjo ndonjëherë neve disa mund t'i demotivoj se i duket si shumë, pra 600 faqe është shumë, por edhe sikur të memorizoj 50 faqe edhe 100 faqe është më mirë se sa asgjë, kështu që e rëndësishme është që ti qaset me këtë qasje. Hafiz, unë kam një pyetje pak sa personale. Ju jeni hafiz dhe në dijenin time jeni hafiz në një moshë shumë të re. Mund ta thoni pak në çfarë moshe e keni plotësuar hifzin apo memorizimin e Kuranit dhe si nisi e gjitha kjo, pra si ishin ato hapet e parë, e cila mund bëhet ndoshta edhe një metodë për ata që duan të ndjekin, le të themi, rrugën e memorizimit të Kuranit. Po, me lejen e Zotit, kam arritur ta memorizoj Kuranin në moshën 7 vjeçare, pra një moshë shumë e re, edhe unë vetë shikoj si një dhuratë madhe nga krijuesi. Ndoshta ajo që unë kam bërë mund të jetë shumë e vogël, shumë e pak, por moshat e reja këshillohen që fëmijët pra të mësojnë të memorizojnë Kur'anin, pra edhe nga aspekti biologjik, edhe nga aspekti psikologjik, memoria e njeriut në moshë të vogël është edhe më e prirur për memorizim. Dhe ne e shikojmë edhe te fëmijët tanë, sot mësojnë për shembull gjuhët huaja, anglishten apo gjermanishten apo italishten, pra duke dëgjuar emisione ndryshme, duke dëgjuar filma vizatimor, arrin që të mësojnë një gjuhë të huaj që nuk është shumë e lehtë, pra në një moshë të madhe, ndoshta do t'i duhen vite njeriu që ta përsos, ndoshta për një vit, 2 vite i kalon disa nivele, por për ta përsosur si gjuhë, për ta folur domethënë si i huaj, pra si themi anglishten si një anglez apo si një amerikan, do duheshin vite. Ndërkohë ne shikojmë tek fëmijët tanë që me disa filma vizatimor ata e flasin si vetë ata, pra si të huaj. Dhe kjo pra është diçka e faktuar. Kështu është edhe me Kur'anin famëlar. Edhe unë normalisht pra familja nuk është se ka qenë fetare para 90-s, pas 90-s kanë filluar që ta praktikojnë. Kështu kanë pas besuar, domethënë si gjithë shqiptarët. Patëm kryer haxhin, pra babai dhe gjyshi, dhe patëm marrë disa kaseta atje, të leximit Kuranit, dhe unë duke i dëgjuar ato, domethënë unë ndikova dhe filloi më pëlqej pak edhe melodia, zëri. Dhe këtu ndoshta mund të bëhet një ndërhyrje, çështja e estetikës, pra leximit bukur, disa mund t'i ndikoj më tepër. Edhe ky është një aspekt që më ndikoi, dhe unë domethënë fillova ti memorizoj, thjesht duke i dëgjuar, pra në mënyrë spontane, themi, jo, nuk është se kisha qëllim që ti memorizoj. Duke i dëgjuar, filloj që ti fiksoj. Edhe kështu ndodhi edhe me xhuzet, pra me pjesët e tjera. Në atë kohë nuk është se kishte edhe disqe, pra nuk është se ishin të përhapur, kanë qenë kaseta, dhe unë i kam ruajtur ato kasetat e Kuranit. Edhe i dëgjoja pra kështu në mënyrë spontane, unë si një fëmijë edhe lozja, kisha ato aktivitete e mia, pra siç i ka një fëmijë, në të njëjtën kohë edhe i dëgjoja, edhe i thoja dhe shtëpisë që vendosni se më pëlqejnë. Edhe kështu me lejen e Zotit, domethënë kur arrita në moshën 7 vjeçare, kam patur edhe një mësues i cili më kontrollonte. Pra këto pjesët që i kisha mësuar përmend, është normale që fillimisht mos t'jenë pra të fiksuara mirë, ajo
pas memorizimit do edhe një kohë për atë themi perfeksionimin, pra mund të ketë gabime të tjera, unë nuk është se e di edhe kuptimin. Pra gjuhën arabe e kam mësuar shumë më vonë, edhe leximin nuk e dija, thjesht me dëgjim. Memorizim. Me dëgjim, pro memorizim të drejt për drejt. Pra është një dhunti, edhe një dhuratë e madhe nga krijuesi, dhe atij domethënë i takojnë lavdet, falënderimet për këtë gjë. Por nga këtu domethënë ne mund kuptojmë se nëse e bëjmë diçka edhe me fëmijët tanë, ashtu siç i mësojnë gjuhët e huaja, ashtu siç i mësojnë edhe themi poezi, gjëra ndryshme, pse mos mësojnë edhe Kur'anin? Pa i lënë edhe ata. Pra ata aktivitete. Pra është e mundur diçka e tillë, nuk është e vështirë. E rëndësishme është që t'ua bëjmë atyre të dashur diçka e tillë. Pra një aspekt që mua më ndikoi më tepër ishte edhe zëri i bukur, pra melodia, aspekti estetik i Kur'anit. Një person tjetër mund ta ndikojë nga ana vizuale, për shembull, e hap Kur'anin, i pëlqejnë pra ato themi faqet, mënyra e shkrimit, mund ta ndikojë ajo dhe ndoshta me shkrim, duke e parë mund ta memorizojë. Mua më ndikoi më tepër dëgjimi dhe në atë formë arrita që ta memorizoj Kur'anin familjar. Tani shkenca e hifzit apo memorizimit është një shkencë më vete, pra ka qendra ku kryhet ose ku ushtrohet, ka metodologji të ndryshme. Cila është një metodë që do ta këshillonit edhe për njerëzit, për masën, për besimtarët, cila është një metodë që është efikase për të mësuar, ndoshta jo gjithë Kur'anin, por që siç thamë pak më parë, pse jo 50 faqe, pse jo një xhuz, pra le të themi, cila është një metodë efikase në këtë rrugë? Fillimisht duhet të theksuar se memoria është një nga themi dhuratat më të mëdha që na e ka dhënë Zoti, edhe harresa nga ajo, sepse njeriu mund t'i bante mend gjitha veprimet që bën dhe do të ishte themi një smundje për të, ose do të ishte një sprov. Kështu që dy aspektet, pra balancimi i tyre është ajo që themi që kërkohet apo ajo që ka vendosur Zoti. Por e rëndësishme është vlerësimi i memorjes. Jetojmë në një kohë ku aktivitetet e shumta ditore, ndoshta edhe jo të rëndësishme për njeriu, janë shtuar dhe kjo ka çuar në humbjen e vëmendjes dhe shtimin e shpërqendrimit. Pra ne jemi shumë të shpërqendruar sot, jo vetëm tek memorizimi, pra që s'bëhet llaf, por edhe tek marrja e informacioneve të reja, i marrim dhe i harrojmë. Edhe qëllon ndonjëherë, pra me hyrjen lojë të inteligjencës artificiale, duhem kërkojmë një informacion që mund ta dim shumë thjesht, pra përpara disa vitesh mund ta mbanim mend shumë thjesht, hyjmë edhe e kërkojmë, edhe na del direkt aty. Pra jetojmë në një epokë shpërqendrimi, shtimi aktiviteteve të ndryshme, themi jo të dobishme, pra njeriu e ka atë aktivitetin themi të punës apo të studimit, që është goxha, pra ajo është i dobishme, por edhe po them lundrimin rrjetet sociale pa një themi pa një dobi, thjesht harxhimi i kohës, çojnë në atë shpërqendrimin e njeriut. Fillimisht për të memorizuar Kur'anin, i cili ja vën si synim vetes memorizimin e Kur'anit, duhet që të reduktojë këto aktivitete që e shpërqendrojnë, pra aktivitete e padobishme. Kjo është e para. E dyta pastaj varet edhe nga vetë njeriu, duhet ta shikojë. Pra disa njerëz janë të prirur më tepër me lexim, me anë të leximit, disa janë të prirur me anë të dëgjimit. Pra unë thash nga ana personale, unë kam qenë edhe jam, edhe tani më i prirur me aspektin e dëgjimit, dhe ato edhe në themi informacione tjera, informacione që i dëgjoj, i harroj më me vështirësi se sa ato që i lexoj. Pra dikush mund ta ketë me anë të leximit. Pra kjo, njeriu vetë duhet ta di, pra deri diku duhet ta zbuloj veten se me cilin aspekt ai ndjehet më mirë. E treta, ai duhet që të vendos një program, themi çështja e memorizimit kërkon disiplinë dhe program të vazhdueshëm, mund themi disa ditë në javë, 3-4 ditë, ndoshta edhe çdo ditë. Pse jo, një person që ka vënë synim vetes memorizimin mund t'ia ndajë 1 orë, 2 orë. Ne kemi sot njerëz që ja ndajnë, për shembull, shkuaris në palestër 1 orë, 2 orë në ditë, apo dikush që merret, po themi, me futboll, ai kush e di sa, pra ka edhe një program më të zgjatur, apo dikush që merret me një aktivitet tjetër, ja ndan këtë kohë,
Pra ai person i cili do memorizoj Kur'anin duhet që ndaj pak kohë, 1 orë, 2 orë në ditë dhe të ketë dhe një mësues, pra një mësues profesionist dhe ta ndjek me atë. Sot për shembull është përhapur shumë teknologjia dhe janë këto mësimet, themi, jo online, por janë disa programe që ndiqen për mësimin e shkronjave apo mësimin e pjesëve ndryshme të Kur'anit. Ato normalisht mund të jenë ndihmëse, por nuk janë, themi, esenciale bazike. Esenciale është të jesh pranë një mësuesi profesionist. Dhe këtë pra duhet që ta kemi kujdes, sepse kemi patur raste që e kanë memorizuar, po them, pa një mësues, vetëm duke u fokusuar në këto programe, vetëm me ndikimin e këtyre programeve dhe kanë patur probleme te shqiptimi i shkronjave dhe në teçvidin, pra në atë bukur leximin e Kuranit. Kështu që gjithmonë më e mirë është që të kemi një mësues profesionist dhe ai ta ndjek. Dhe në mënyrë pra me një program, themi, të disiplinuar, me një program të vazhdueshëm, me vazhdueshmëri, duhet që memorizohen në bazë të edhe të mundësisë. Për shembull, nuk është a thonë me që memorizohen një faqe çdo ditë. Tash në botën islame edhe në Shqipëri ka disa qendra që bëjnë memorizimin dhe ato mund ta kenë me kohë, për shembull për 3 vite apo për 1 vit e gjys, 2 vite duhet që ta memorizosh. Edhe ndonjëherë qëllon që e memorizo thjesht për t'ia thonë mësuesit, pastaj ja harron. Pra kjo nuk është ajo që kërkohet. Pra ndoshta memorizimi i Kuranit mund zgjasë edhe 10 vite. E rëndësishme është që të memorizohet mirë. Po. Edhe me kohë gjatë, pra nuk është se ne, siç e thash, ka aspekti formal, nuk është se kërkohet prej nesh që ta memorizojmë në mënyrë shpejtë dhe ta harrojmë. Kjo nuk kërkohet asesi. Kjo kërkohet që memorizojmë pak edhe sakt, që themi, edhe pak edhe sakt. Inshallah. Hafiz, një mesazh përmbyllës, pra qoftë në rëndësinë e hifzit apo çfarëdo qoftë në rëndësinë e Kuranit për dëgjuesit tanë. Kam pyetur edhe njerëz të tjerë, për shembull, çfarë të shërben memorizimi i Kuranit nga aspekti material, edhe nga aspekti, themi, intelektual. Edhe unë do t'u thoja, memorizimi i Kuranit është një shtysë e rëndësishme shpirtërore për njeriu, për besimtarin. Ndoshta ai nuk e ndjen, siç e tham edhe më përpara, sepse aspektet shpirtërore njeriu nuk i dallon ashtu si përfitimet materiale. Por janë një shtysë e jashtëzakonshme për formimin intelektual të njeriu. Dhe unë, për shembull, e kam përjetuar vetë, kam qenë i suksesshëm në mësime, nuk jam vështirësuar shumë në studim, bile më janë lehtësuar edhe më tepër, krahas edhe përsëritjes Kuranit, sepse edhe unë edhe pas memorizimit është edhe aspekti i përsëritjes. Pra Kurani ka jo vetëm çështjen e memorizimit, por edhe përsëritjen, që është ditore dhe duhet të jetë e vazhdueshme. E ndihmon pra besimtarin në të gjitha aspektet e jetës. Është një hap më përpara në kuptimin e mesazheve të Kuranit. Pra ndryshe është një person që nuk e di, pra nuk e ka memorizuar, nuk di ta lexoj, por thjesht e lexon nga komentimet apo nga përkthimet, ndryshe është ai i cili e din përmendësh edhe fokusohet te kuptimet dhe mesazhet e tij të larta. Dhe gjithashtu bart edhe atë përgjegjësinë e mësimit të tjerëve. Pra jo vetëm e ka memorizuar vetë, jo vetëm e kupton vetë, por edhe ai duhet që t'ua shpjegojë edhe të tjerëve, t'ua shpjegojë pra këto mesazhe të larta, këto margaritar që bart ky libër i madh i jashtëzakonshëm, i cili ka ardhur për gjithë popujt nga koha e profetit Muhammed deri në ditën e fundit. Hafiz, faleminderit, Allahu e shpërbleft dhe faleminderit që ndatë edhe një eksperiencë tuaj me ne. Edhe juve falenderoj gjithashtu për këtë program të bukur. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhallal xhelaluhu që të pranoj për nesh adhurimet e kësaj dite dhe të na bëjë nga ata që bëhen njësh me Kuranin, e lexojnë dhe përkujdesen për të. Miru takofshim në emisionet e radhës.